Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Do të nisim me aktualitet. Përgjegjësia për mbarvajtjen e sezonit turistik matet vetëm me rezultate konkrete në teren. Ky është mesazhi i dhënë gjatë takimit të kësaj të hëne në prefekturë me task forcën e turizmit nga prefektja e Qarkut të Vlorës, Evisa Lushi. Pjesë e takimit përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve qendrore, operatorëve turistik dhe grupeve të interesit. Përgjegjësia për mbarvajtjen e sezonit turistik është e përditshme dhe matet vetëm me rezultate konkrete në teren. Ky është mesazhi i dhënë gjatë takimit të zhvilluar me task forcën e turizmit pas daljes së urdhrit të kryeministrit për përgatitjet e sezonit veror nga prefektja e Qarkut të Vlorës, Evisa Lushi, ku morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve qendrore, operatorëve turistik dhe grupeve të interesit. Prefektja Lushi në fjalën e saj u ndal në sfidat e këtij sezoni, që nga siguria në plazhe, respektimi i standardeve të shërbimeve, menaxhimi i trafikut dhe parkimeve, furnizimi me ujë dhe energji, siguria ushqimore, mbrojtja e mjedisit dhe kontrolli i mjeteve lundruese. Kjo në fakt nuk është një mbledhje formale dhe nuk është një takim protokollar, por është një moment përgjegjësie, sepse përballë kemi një sezon turistik me fluks të lartë, me pritshmëri të larta dhe me standarde që nuk lejojnë më improvizimin. Kjo task force ka vetëm një qëllim: koordinim real, jo në letër, veprim real dhe jo në deklarata. Sot sfidat janë të qarta: siguria në plazhe dhe hapësira publike, menaxhimi i stacioneve të plazhit, trafiku dhe parkimet, furnizimi me ujë dhe energji, mbetjet urbane, ndotja akustike, siguria ushqimore, mbrojtja e mjedisit dhe kontrolli i mjeteve lundruese. Çdo institucion duhet të kalojë nga qasja pasive në përgjegjësi aktive, nga raportimi formal në veprim real dhe nga pritja në ndërhyrje. Çdo vonesë është rrezik, çdo mungesë koordinimi është problem i drejtpërdrejtë për sezonin. Çdo vonesë do të raportohet në Ministritë e Linjës dhe në zyrën e kryeministrit. Dhe ne kemi detyrimin ligjor, institucional dhe moral të garantojmë këtë standard. Përmes bashkëndrimit të plotë, disiplinës institucionale dhe angazhimit të përditshëm, do të garantojmë një sezon turistik të sigurt, të organizuar dhe dinjitos për Vlorën. Për nëndrejtorin e policisë Vlorë Shpëtim Hasan Aliaj, këtë drejtori ka hartuar tashmë një plan masash, ndërsa prej një korikut në teren për gjatë Bregdetit nga Vlora në Ksamil, do t'jenë në shërbim 380 punonjës policie në shërbim të sezonit turistik. Gjithashtu do t'ket kontroll dhe masat posaçme lidhur me zhurmat dhe muzikën në orare të caktuara, të cilat shpeshherë kanë qenë shqetësuese si për turistët vendas, ashtu dhe për ata të huaj. Ndar gjithë vinë e Bregdetit nga deri e Vjosës deri në Ksamil në 20 sektor shërbimi dhe për të ndarë dhe përgjegjësinë e punonjësve të shërbimit. Nga ana e drejtorisë vendore të policisë të angazhohen rreth 380 punonjës policie, të cilët do të angazhohen posaçërisht vetëm për sezonin turistik veror. Është menduar dhe ish kërkuar Departamenti i Sigurisë Publike në Tiranë një sasi forcash shtesë, të cilat do të vinë, mendohet vinë datën në një korrik. Janë menduar rreth 112 punonjës policie nga gjithë sektorët, nga hetimi, nga qarkullimi rrugor, nga shqipojnë dhe nga rendi publik. Në ndryshim nga të gjitha vitet e tjera, për mos pasur probleme, për të pandaluar të gjitha ngjarjet e rënda kriminale dhe për të siguruar rendin publik në të gjithë territorin e Qarkut, ne do të kushtojmë një rëndësi të veçantë bashkëpunimit me shëndetin publik. Nga praktika viteve të kaluara ne kemi pasur shumë probleme edhe humbje të shtetasve të huaj dhe shqiptar që vizitojnë Bregdetin e Vlorës. Sipas kreut të operatorëve të jugut Vasil Bedinaj, ky sezon duhet jetë i suksesshëm, ndërsa ka ende shumë punë për të bërë. Bedinaj u ndal në infrastrukturën e kullave të mbrojtimit, të cilat sot e kanë humbur kuptimin e tyre, sipas tij, ndërkohë që nga 8 stacione plazhi, 5 prej tyre janë pa mbrojtues plazhi. Në 2 javë të fundit jemi promovuar në maksimum si qytet. Fakti që gjithë mediat kombëtare, ndërkombëtare po merren me ne do të thotë që kemi arritur diku. Personalisht jam ndier shumë mirë kur mediat greke apo amerikane merren me Vlorën, se para 10-15 vjetësh na njihnin si një destinacion që s'ekzistonte. Puna jone e përbashkët ka bërë atë që jemi këtu ku jemi sot. Brezi jon mendoj që është brezi që ka peshë më të madhe për ta çuar edhe më tutje këtë gjë. Jo investitor vendas po dhe të huaj, kushdo që ka interes të vinë në Vlorë të investoj, do të na gjejnë këtu duke kryer punën tona. Kemi bërë punë të mirë, unë ndihem personalisht ditë e fundit ndihem vërtet mirë, sepse nuk merret njëri me dikë që s'ka gjë. Merren me ne që kemi diçka
Dhe Vlorën, po, e kemi të shorë aty ku duhet ta çojmë. Në një vend që zhvillohet, ka punë që bëhen mirë, po ka dhe që duhet bëhen më mirë dhe ka që s'bëhen më mirë. Personalisht mbas 20 vjetësh që kam qenë pjesë e këtyre bordeve, kam folur më shumë nga të gjithë, më kritiku nga të gjithë, po ja ku jemi sot. Kemi më eksperiencë, kemi më bashkëpunim dhe janë disa punë që duhet të bëhen më mirë. Dhe janë punë që duhet të kishin mbaruar. Institucioni bashkisë, pavarësisht përpjekjeve të tyre, ka 8 vende për orët e plazhit, ka 5 vakanta akoma. Domethënë, mos dilin në plazh publik derisa të gjejmë ne punonjësit. Jo, kjo nuk e privon, sepse ka tabela dhe ka sinjalistik që informojnë qytetarët që janë plazhe publike, por janë pa roje. Ndërkohë që fakti që qytetarët ne bëjnë thirrje publikisht që kush ka interes të vizitoj sa duash, po nëse duhem t'i rregullojmë ca punë, duhet të ecim pak më shpejt edhe mos ta kundërshtojmë njëri tjetrin si kritik apo si ti s'më do mua apo unë s'e dua aty. Vendi i rojeve të plazhit, dil bëu një 2 foto aty te Lungomarja, i ke janë kthyer në nuk janë më vendet e rojeve të plazhit, që nuk janë më për atë punë. Domethënë po i harxhohen këtë qytet me miliona euro prokurime çdo muaj dhe nuk prokurohen kullat e vrojtimit. Të dalin turistë të bëjnë një foto kullën e vrojtimit aty është për faqe zez. Ne kemi qytetarë dhe biznes, na shqetëson çdo detaj në këtë qytet. Mos ma kundërshto, po thuaj të vend ta bëjnë. Por nëse duam që këtë qytet ta ngrem edhe një shkallë më lart, duhet jemi shumë të vëmendshëm. Ajo që më shqetëson si operator turistik, që na shqetëson si operator turistik gjatë gjithë kohës janë plazhet, janë pikat më të nxehta. Me këta roje, si kemi pasur 3 humbje jetë vitin e kaluar. Policia kufitare që ka një peshë shumë të madhe për sa i përket detit, kanë bërë punë shumë të mirë në vitet e kaluara, por e kam atë ndjesinë që janë shtuar shumë mjetet e lundrimit për turizëm, që dhe patjetër duhet një vëmendje. Keqja mund të ndodhë. Ne kemi pas 2 episode jo të mira për këtë sezon, që kemi marrë vëmendjen e mediave, gjithandej, aeroporti i Vlorës për leshjet atje, situata nuk e di se pse, po që morëm vëmendje. Po ashtu dhe pjesa e Zvërnecit morëm vëmendje. Pra, të bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Ne kemi këtu, kemi 5-6 vjet, 7 vjet që merremi me këto gjë dhe e dim se cilat janë pikat e nxehta dhe cilat janë pikat që edhe mund ti janë shkalojmë. Unë mendoj se ne jemi këtu në këtë tavolinë, kemi të gjitha mundësit për ta dëgjuar njëri tjetrin, jo për të mërzitur njëri tjetrin. Pika e nxehtë është trafiku, policia kufitare dhe institucioni bashkisë. Gjatë diskutimeve u theksua se nuk ka vend për justifikime apo mungesë koordinimi, ndërsa vëmendja duhet përqendrohet te zgjidhja e problematikave që prekin drejt për drejt turistët dhe qytetarët, u kërkua që institucionet përgjegjëse të kalojnë nga raportimi formal në veprime konkrete dhe ndërhyrjet menjëhershme në terren. Sipas autoriteteve, koordinimi i përditshëm mbetet element i kyç për garantimin e një sezoni turistik të sigurt dhe cilësor. Në përfundim, u riteksua angazhimi i qeverisë shqiptare për zhvillimin e turizmit cilësor dhe elitar përmes disiplinës institucionale dhe menaxhimit të përditshëm të sfidave të sezonit turistik. Ndërkohë që më herët në takimet e zhvilluara me përfaqësues të institucioneve, me kryetarin e Bashkisë së Vlorë, operatorët turistik, drejtues të shërbimeve publike, si dhe me kapitenerinë e portit të Vlorës, është bërë e ditur se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar një sezon turistik sa më të mbar. Projekti për ndërtimin e Muzeut Hebraik në Vlorë po shkel çdo afat kohor të parashikuar në ndërtimin e tij. 15 muaj nga nisja e punimeve, projekti është ende në fazën e hedhjeve të themeleve. Si rrjedhoje projektit është rrethuar një pjesë e trotuarit, ndërsa është bllokuar dhe hyrja për në Muzeun Etnografik të qytetit. Projekti për ndërtimin e Muzeut Hebraik në Vlorë, një tjetër projekt që do të shkel çdo afat kohor të parashikuar për ndërtimin e tij. Punimet kanë nisur në 20 shkurt 2025 me afat 20 muaj realizimi, por megjithëse kanë kaluar më shumë se 15 muaj nga nisja e punimeve, projekti është ende në fazën e hedhjes së themeleve. Qytetarët të Vlorës të pyetur rreth këtij projekti tregojnë se janë të painformuar se çfarë po realizohet aty. Për qytetarët shqetësues është fakti i ecurisë së punimeve kur shihet se puna zvarritet dhe më tepër, bëhet më shumë pushim se sa punohet. Për qytetarët një tjetër shqetësim janë zhurmat, pluhuri, ndotja tej normave të lejuara që punimet prodhojnë. Qytetarët të Vlorës thonë se si rrjedhoje e projektit është rrethuar dhe një pjesë e trotuarit, duke paksuar hapësirën e vendkalimit të këmbësorëve të lënë në dispozicion për të kaluar këta të fundit. Ndërkohë që është bllokuar dhe hyrja dhe vizitat në Muzeun Etnografik. Unë kaloj shpesh këtu sepse këtu punoj. Jemi mësuar, ne ikim dhe në rrugë të ngushta sepse nga
nga 30 metro që ke bulevardi u bë 3 metra. Atë po shikoj me vëmendje, po nuk e di çfarë, as e marr me mend fare. S'ka asnjë informacion. Asnjë lloj, nuk e di çfarë është. Do bëhet muzeu hebrei. Miro, mine kemi ndihmuar ata po. Shiko. Me atë që bën ata që rranas shqiptarin atij, që kap na shu. E morën, nuk e meritojnë fare. Ajo ka 6 muaj grop aty. Po çfarë thot vllajo? A ka po të vëdë 6 muaj. Hit një kasëm edhe Shumë e dobër. shumë e vdekur, jo e dobër. Kanë penguar dhe trotuari. Po ja, të do pja kafe aty. Ora po të japin ta bëjnë, mirë do bëjnë. Po se bëjnë edhe do vazhdoj. S'ke shpresë. Do shumë, do shumë. Unë e shoh shumë të bezdishme këtu se unë e shoh bllokim. Bllokim të trotuarit. Jo, bllokim. Po ritmet e punës si vlerëson? Ja shumë të ngatashme. Ka ko që unë e kam pak shumë këthe. Nuk shpina se të ajo ka shumë kohë, me muaj. Nuk e di sa muaj ka, po ka shumë. Ka filluar 25 shkurt 2025. E nuk di se ku do marroj. Më shumë se një vit ende në themel. Edhe po gërmohet akoma aty. Nuk di se çfarë bën aty. Kjo zhurma të shqetëson? Shumë fare, shumë. Shumë. Duhet të avancojnë punimet? Të eci më me ritme? Nuk diskutohet ajo ka 6-7 muaj që ka filluar, edhe shiko çfarë punë ka bërë. Vetëm një grop, po si shapur, as të bën asgjë, vetëm një grop e thjesht. Ti besoj kalon shpesh këtu apo? Po, kaloj. Sa kohë ke Për dita. Që është kantieri? Kantieri ka një 6 muaj, po mos më shumë. Mos më shumë. Mos më shumë. Punohet? Jo. Ja, me sot se dëgjoj unë. Për e të parë? Po. Më shumë pushim se sa Më shumë pushim. Si vlerëson ritmet e punës? Të ngadalta shumë. Duhet të avancojnë zoj? Të ngadalta, po duhem, po. Nuk ta shpjegoj dot këtë ngadhsin, se unë jam poshtë tek fusha aviacionit, edhe unë kemi shumë probleme atje më i bi. Çfarë të them, të rruga jonë është për i bret. Ndërkohë, edhe e gjithë zona që drone e rrethuar këtu që flasim, apo? E rrethuar edhe nuk është gjë në vijim me këtë. Pengon kalimin tuaj kjo zonë e rrethuar kaq shumë? Pengon kalimin pengon shumë. Edhe neve dalëm nashi me qisme se na rrjedh ujtë e pishëm edhe me gropa me asnjë perspektivë. Të thuash që je në qytet është gjyneu madh shumë. Muzeu Hebraik është një projekt i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, financuar nga Fondi për Zhvillim Shqiptaro-Amerikan me përfitues Bashkinë e Vlorës. Kontraktori megjithëse ka marrë një vlerë të majme për realizimin e projektit, plot $3.2 milion së bashku me TBSH-n, nuk po zbaton akoma ecurinë e punës. Vendosja e 10 shtyllave përgjatë aksit rrugor Vlorë-Levan u mendua fillimisht për instalimin e kamerave të sigurisë dhe të sinjalistikës së nevojshme rrugore me synim rritjen e sigurisë dhe parandalimin e aksidenteve, por në teren në pjesën më të madhe të segmentit rrugor mungojnë si kamerat ashtu edhe sinjalistika e premtuar. Vendosja e 10 shtyllave përgjatë gjithë gjatësisë së autostradës Vlorë-Levaj u duk se do të zgjidhte përfundimisht vendosjen e sinjalistikës së përcaktuar, por dhe kamerave të tjera të sigurisë, të cilat ishin planifikuar të vendoseshin përgjatë gjithë këtij segmenti rrugor. Por në fakt, edhe pse jemi në muajin qershor, duket se kamerat e sigurisë janë vendosur vetëm në hyrje dhe dalje të qytetit të Vlorës, pra në rreth rrotullimin e madh në hyrje të qytetit tregtar. Ndërkohë që sinjalistika tjetër e përcaktuar për të vendosur në këtë shtylla përgjatë gjithë segmentit rrugor Vlorë-Levan mungon. Njëkohësisht mungojnë edhe kamerat e sigurisë, të cilat duhet vendoseshin pikërisht përgjatë këtij segmenti rrugor. Vendosja e 10 shtyllave përgjatë aksit rrugor Vlorë-Levan u mendua fillimisht për instalimin e kamerave të sigurisë dhe të sinjalistikës së nevojshme rrugore në të gjithë gjatësinë e këtij segmenti. Ky investim synonte rritjen e sigurisë rrugore, monitorimin e trafikut si dhe parandalimin e aksidenteve në një nga akset më të rëndësishme që lidh qytetin e Vlorës me pjesën tjetër të vendit. Megjithatë, në teren situata paraqitet krejt ndryshe. Aktualisht, kamerat e sigurisë janë vendosur vetëm në hyrje dhe në dalje të qytetit të Vlorës, ndërsa sinjalistika dhe pajisjet monitoruese janë të pranishme kryesisht pranë rreth rrotullimit kryesor. Në pjesën më të madhe të segmentit rrugor mungojnë si kamerat ashtu edhe sinjalistika e premtuar.
Vendosja e këtyre elementve u konsiderua si një zgjidhje e rëndësishme për menaxhimin e fluksit të automjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik, kur edhe trafiku në këtë aks rritet ndjeshëm. Gjithashtu, sistemi i kamerave do të shërbente për monitorimin e vazhdueshëm të qarkullimit, si dhe identifikimin në kohë të problematikave që mund të krijohen në këtë rrugë. Por pavarësisht investimit të kryer për ngritjen e shtyllave në një gjatësi prej rreth 20 kilometrash, ato vijojnë të qëndrojnë bosh, pa kamera dhe pa sinjalistikën e parashikuar. Kjo ka ngritur pikpyetje mbi ecurinë e projektit dhe zbatimin e tij, si dhe afatet e përfundimit të tij. Deri më tani nuk ka një informacion të qartë dhe të saktë se kur këto pajisje do të instalohen plotësisht e se kur sistemi do të vihet në funksion të plot, ndërsa drejtuesit e mjeteve dhe qytetarët presin që infrastruktura e planifikuar të shërbejë realisht për rritjen e sigurisë së jetës së tyre, si dhe përmirësimin e qarkullimit në këtë aks të rëndësishëm rrugor. Teksa Stina e Verës rrit kërkesën për rezerva gjaku, dhurimi vullnetar i gjakut vijon të mbetet një sfidë në Vlorë. Qytetarët të intervistuar këtë të hënë për Blu Televizion sensibilizojnë veçanërisht të rinj të bëhen dhurues vullnetar në emër të shpëtimit të jetës. Nevojat për gjak në qytetin e Vlorës janë vërtet të mëdha. Personat të sëmur presin për gjak që t'u shpëtojë jetën, por nga ana tjetër dhurimi i gjakut në qytet ka rënë ndjeshëm. Qytetarët e Vlorës e shohin si tepër të rëndësishëm dhurimin e gjakut. Sipas tyre, gjaku i dhuruar shpëton jetë, ndaj apeli i tyre shkon për të gjithë, veçanërisht për të rinj që të dhurojnë më tepër gjak. Është shpirtin, ja edhe unë tani. Është kaq e rëndësishme për ata që janë në nevojë, nuk disohet e gjaku tani të japi gjak për ata. Kam dhuruar të nipi. Po jap edhe ai që është rrugë. I jap gjakun. Por të ke gjaku. Tjetër që është shumë e rëndësishme, sepse shpëton jetë dhe njëkohësisht edhe gjakut kam dhuruar. Patjetër. Gjaku është jetë. Ka njerëz që kanë shumë nevojë. Po që të them tash në këtë sistem borxhes kapitalist, të shikoj çka po bën. Ai me zjen lekë, unë jam pensionist 100.000 lekë, çka të dhuroj gjakun. Të rinj të dhurojnë, po qëllimi është varet si e ushqen veten ai, këton se ka një si japi, ka një nuk si japi, këton në këtë sistem borxhes kush të dhuron gjak tash, nuk e shkoj çka po bëhet. Ka të them në dhe është dëshirë e çdo njeriu, të këton të varet njeriu se sa i dhëm shurus, sa i ta shurus, po ka të dhëm shurus të më thonë mua. S'ka pse të dhuroj gjaku, kush më ka dhuruar mua gjak? Po dhurimi i gjakut shpëton jetë, po këtu dhurimi i gjakut ka në dorë shtetit. Ta blej gjakun, si në komunizëm, e blindesh. E këton ti, ka një spukaran që japin gjak, se s'kan lekë, e këton ti. Ja kjo është qëllimi i gjakut që thuat ti. Shumë e rëndësishme është, pse të mos dhurosh. Ose jam në mosh pa, do jepja gjak. Kam dhuruar. Shpëton jetë. Edhe, sikur dhe në këtë mosh të jepësh, jepja, pa problem. Mirë të bën, nuk të bën dëm. Për mua dhurimi i gjakut është shumë i rëndësishëm. Bile unë jam bërë gati disa herë, po vetëm që kam frikë, vetëm të na të se jam sëmur asnjëherë, më fusi ndonjë sëmundje, vetëm këtë kam frikë. Asgjë tjetër. Kam vajtur në Greqi, kam dhuruar në Greqi atje ku kemi qenë. Këtu nuk më zënë mundësia, se ka patur një histori të idhur këtu, që kam qenë i ri. Më nxorën me cerozë mërqi që në moshën 20 vjeç që do veja në punë, s'donin të më lirin edhe veja as në punë. Kur vajta i bëra për herë të dytë, analizat më donën shkëlqyer. I thash, po kush janë analizat e sakta i thash atyre? Këtu e para 50 vjetës, tani jam 70. Tha, do i bërë njërë tjetër, i bëra 3 herë analizat, të erën e parë më nxorën sikur do vdisja për 6 muaj, erë të dytë e 3 dolën nga jo kam frikë. Këtu të këta s'kam, këtu nuk kam sigurit e këta, të bëjë analiza, të qëpojnë të këta, unë s'kam sigurit. Me i të vetë, po të ketë do një njëri nevoj, do japim gjakës, nuk është gjë keqe. Nuk është gjë keqe. Është e rëndësishme të dhurosh gjak? Po si s'është e rëndësishme, mirë është. Ndërsa ata të cilët kanë qenë më parë të sëmur dhe kanë marrë gjak e shohin akoma edhe më të rëndësishëm dhurimin e gjakut. Sipas tyre, gjaku i dhuruar u ka shpëtuar jetën. Sipas zonjës e cila vite më parë ka marrë gjak, dhurimi i gjakut duhet jetë një gest human që duhet ta bëjnë të gjithë, duke menduar për personat e sëmur dhe në nevojë. Shumë e rëndësishme, po unë nuk dhuroj dot sepse unë jam diabetike dhe në për ashtu shumë se ka marrë gjak vetë. Dhe njeriu kur merr gjak vetë ka një rëndësi të paparë. E kam jetë të dytë nga i dhurimi. Shpëton jetë dhurimi i gjakut?
Shpëtova derisa kam shpëtuar dhe do ishe ata që kanë mundësi me një këmbë me vrap të vinë të thonë që dalet vetët ashtu. Ligji i Hipokratit thot faljet. Ke një apel për të rinj për qytetarët? Urgjent, kush ka mundësi të dhuroj. Urgjent. Sipas të dhënave më të fundit, nevojat për qese gjaku në të gjithë vendin janë rreth 60.000, por në vit, nga dhurimet e qytetarëve plotësohet më pak si gjysma e kësaj kërkese. Kryqi i Kuq e ka sfidë më vete sigurimin e gjakut, veçanërisht në stinën e verës, e cila arrit kërkesat për gjak. Realizimi i inteligjencës artificiale në fushën e mësimdhënies, projekti që po zhvillohet në Departamentin e Drejtësisë. Sipas shefes së departamentit Jonida Mehmetaj, synohet rikonceptimi i përdorimit të inteligjencës artificiale jo vetëm në procesin mësimor, por edhe në kërkimin shkencor. Një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian është vënë në zbatim nga Departamenti i Drejtësisë në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, i realizuar në bashkëpunim me 9 partnerë europian dhe shqiptar. Shefja e Departamentit të Drejtësisë, Jonida Mehmetaj, në një intervistë për Blu Televizion thekson se ky projekt i referohet implementimit të inteligjencës artificiale në fushën e mësimdhënies. Sipas saj, ai synon të rikonceptojë përdorimin e inteligjencës artificiale jo vetëm në procesin mësimor, por dhe në kërkimin shkencor. Pikërisht për këtë qëllim, në Departamentin e Drejtësisë është miratuar me vendim të Senatit Akademik një udhëzim tip i cili synon të orientojë përdorimin korrekt të inteligjencës artificiale në këtë fushë. Universiteti Vlorës, Departamenti i Drejtësisë, po zbaton aktualisht një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian, një projekt ambicioz i financuar nga Komisioni Evropian, EduFair Capacity Building, i përbërë për një konsorciumi i cili ka 9 partner prestigjos nga universitetet shqiptare, si dhe ato europiane, nga Bullgaria edhe nga Italia. Ky projekt i referohet aplikimit të inteligjencës artificiale në fushën e mësimdhënies. Konkretisht, projekti titullohet Advancing Quality Higher Education in the Western Balkans through Facilitating AI Integration in Teaching, Learning and Research. Projekti synon që të rimodeloj, të ristrukturoj dhe të ridimensionoj implementimin e inteligjencës artificiale në mësimdhënie dhe në kërkim shkencor. Në dhjetor të këtij viti, në kuadër të këtij projekti, ne kemi miratuar me vendim Senati një udhëzues etik, i cili do të shërbejë për të orientuar studentët, administratën dhe profesorët për të orientuar drejt aplikimit korrekt dhe duke ndjekur parimet korrekte të inteligjencës artificiale në mënyrë që të mos degradojmë në aplikimin e gabuar të saj duke u kthyer në plagiarizëm edhe në informacione copy-paste në pjesën e kërkimit shkencor kryesisht. Projekti zhvilloi në muajin maj edhe prill të vitit të kaluar, ka zhvilluar 2 staditur. Paneli ishte i përbërë, grupi punës ishte i përbërë prej profesorës, staf akademik dhe studentë të cilët kanë zhvilluar nga një vizitë studimore, një javore, në Bullgari edhe në Universitetin e Sofias dhe në Universitetin e Salentos në Itali, të cilët zhvilluar një sër trajnimesh konkrete për mënyrën se si duhet të aplikohet inteligjencë artificiale në mënyrë më të efektshme të mundshme. Gjithashtu, aktualisht në datën 1 qershor ne kemi zhvilluar një trajnim me përfaqësues nga Universiteti i Salentos, ishin një sër profesorësh, kishim gjithashtu përfaqësues nga Universiteti i Rumanisë dhe kishim dhe profesorë të cilët vinin nga Universiteti i Polonisë, nga Kielce, të cilët realizuan një internship në Universitetin e Vlorës, në Departamentin e Drejtësisë, dhe ky trajnim synonte që të ridimensiononte edhe një herë të informonte studentët, stafin akademik dhe pedagogët e pranishëm për aplikimin e duhur të inteligjencës artificiale në mësimdhënie. Shefja e Departamentit të Drejtësisë Mehmetaj nënvizon gjithashtu rëndësinë e këtij projekti për procesin e mësimdhënies, duke bërë të ditur se kohëzgjatja e tij është 2 vjet. Projekti do të zgjasë 2 vjet, tashmë jemi në drejt përfundimit, në tetor do të mbyllet afati 2 vjeçar.
i projekti synon që të ridimensionoj, pra synon që të ndërgjegjësoj komunitetin akademik, duke përfshirë stafin akademik, studentët mbi të gjitha, por po ashtu dhe profesorët që të jenë të kujdesshëm në aplikimin e inteligjencës artificiale. Pra, ne nuk duhet që të avancojmë duke e keq përdorur inteligjencën artificiale, por ajo të jetë në shërbim të studentëve, të jetë në shërbim të pedagogëve, në shërbim të leksioneve dhe kërkimit shkencor, dhe jo të shndërrohemi në thjesht përdorues të saj në formën e plagjaturës. Projekti për implementimin e inteligjencës artificiale konsiderohet ndër më të rëndësishmit në këtë fushë. Departamenti i Drejtësisë në Universitetin Ismail Qemari është ndër të parët që e ka bërë në zbatim një nismë të tillë në bashkëpunim me partnerë europian dhe shqiptar. Nisja e sezonit turistik në Ksamil ka sjellë ritmin e turistëve vendas dhe të huaj që po shijojnë ujërat e kristalta dhe motin e favorshëm të qershorit. Ndërkohë, përmirësimi i infrastrukturës turistike premton për më tepër pushues në këtë sezon turistik në Ksamil. Nisja e sezonit turistik veror në Ksamil ka sjellë edhe shtimin e turistëve vendas dhe atyre të huaj që po shijojnë ujërat e kristalta si dhe motin e favorshëm të qershorit. Përmirësimi i infrastrukturës turistike premton për më tepër pushues këtë sezon turistik në Ksamil. Ndërkohë, autoritetet vendore dhe institucionet përgjegjëse kanë marrë masat për garantimin e hapësirave publike në plazhe, duke e siguruar zona të dedikuara për pushuesit pa pagesë, sipas planit të menaxhimit të sezonit turistik. Këto hapësira synojnë të ofrojnë akses të lirë për qytetarët dhe turistët krahas zonave të administruara nga subjektet private. Po ashtu janë forcuar edhe masat për sigurinë ujore për gjatë vijës bregdetare. Në plazhet e frekuentuara janë vendosur mbrojtues plazhi, sinjalistik informuese si dhe pajisje të ndihmës së shpejtë, ndërsa strukturat përgjegjëse monitorojnë respektimin e rregullave të lundrimit përmjet detare, me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve gjatë sezonit veror. Ksamili vijon të mbetet një nga destinacionet kryesore të turizmit bregdetar në Shqipëri, duke nxitur interesin në rritje të turistëve për Rivierën shqiptare. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar ka njoftuar planet për ndalimin e aksesit për mediat sociale dhe për përdoruesit në moshën 16 vjeç, duke cilësuar këtë si një hap të madh për mbrojtjen e fëmijëve dhe shëndetin e tyre mendor. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer ka njoftuar planet për ndalimin e aksesit në media sociale për përdoruesit në moshën 16 vjeç, duke e cilësuar këtë si një hap të madh për mbrojtjen e fëmijëve dhe shëndetin e tyre mendor. Sipas deklaratës së bërë në Downing Street, Starmer tha se media sociale po ndikojnë negativisht tek të rinjt, duke rritur rastet e ngacmimit online dhe duke dëmtuar mirëqenien e tyre psikologjike. Mediat sociale i bëjnë fëmijët pa kënaqur, u bëjnë më të lehtë ngacmuesve të abuzojnë dhe mund të dëmtojnë shëndetin e tyre mendor, u shpreh ai, duke theksuar se masa e propozuar shkon dhe më tej se rregulloret ekzistuese në vende të tjera. Plani parashikon ndalimin e përdorimit të platformave kryesore të rrjeteve sociale për nën-16 vjeçarët, si dhe kufizime të reja për aplikacionet dhe shërbimet online, përfshirë reduktimin e mundësisë për komunikimin me persona të panjohur në disa platforma digjitale. Starmer theksoi se pavarësisht kostove dhe sfidave, qeveria beson se vendimi është i domosdoshëm. Ai shtoi se ligji do të trajtohet si pjesë e një ndryshimi më të gjerë shoqëror, duke synuar të rrisë sigurinë e fëmijëve në internet dhe t'u jap më shumë kontroll mbi përdorimin e teknologjisë nga fëmijët e tyre. Qeveria britanike planifikon që projekt ligji të miratohet deri në fund të vitit, ndërsa zbatimi i tij pritet të nisë në pranverën e ardhshme. Starmer gjithashtu shpreh se masa nuk është kundër teknologjisë apo inovacionit, por për një përdorim më të sigurt të saj. Sipas tij, rreth 90% e prindërve mbështesin vendosjen e kufirit të moshës në 16 vjeç sipas një sondazhi të qeverisë britanike me përdorimin e botës digjitale nga të rinjt. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë miru takofshi.